Sot, pas 20 vjetëve, jemi më shumë se 60.000 anëtar me afër 400.000 votues. Para një dekade ishin pakic ata që besonin në të ardhmen e suksesshme të lëvizjes. Por sot jemi në udhëheqje të vendit ku kemi fituar shumë betejat më dha për Republikën dhe vazhdojmë me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën modesti, me të njëjtën besnikëri. Prandaj, garës përfitore i futemi në secilin komunë. Nuk ka më bastione as në nivel lokal, sepse ka vetëvendosje dhe lëvizje kudo. Të dashur aktivist, nga 38 komunave të Kosovës, parafërsisht 1/3 kanë bërë aplikime për banim të përballueshëm social. E çiftet e reja dhe familjen nevojë ka anën banë Kosovës, gjithandej në secilin komunë, por vetëm 13 nga 38 komuna kanë aplikuar. Më e madhe është oferta e qeverisë se sa kërkesa e komunave. Ose për punën e qerdheve për shembull. Po ku është ajo komunë e Kosovës që s'ka nevojë për qerdhe publike për fëmijë? Pa e dini çfarë? 4 qerdhe i kemi gjetur, 63 janë ose të ndërtuara ose në proces ndërtimi, e do të kishte shumë më tepër se kaq, sikurse të kishte shumë më tepër se kaq kërkesë nga komunat. Nuk ka kërkesa të komunave që nuk jemi përgjigjur, por kemi nevojë për komuna që kërkojnë më shumë në mënyrë që oferta jonë e gjerë e madhe t'ju përgjigjet të gjitha tyre për të mirën e qytetarëve pa dallim. Prandaj vetëvendosja bashkë me kryetarët e saj do të qeverisë për të mirën e qytetarit në komuna, aty ku përditshmëria, të drejtat, nevojat dhe problemet janë shumë më konkrete e shpesh herë edhe specifike. Dita e organizimit jemi mbledhur këtu në Pej nga të gjitha anët e Kosovës, përfaqësues të qendrave tona, aktivistë nga lagjet dhe fshatrat që mbajnë gjallë ritmin e kësaj lëvizje. Dhe mund të them me bindje të plot se forca jonë më e madhe nuk janë vetëm idetë apo programet tona, por jeni ju ata që i ktheni ato në realitet. Organizata jonë ka 3 detyra thelbësore: të jetë e gjerë dhe funksionale për të shpjeguar politikat e qeverisë dhe për të përcjellë shqetësimet e qytetarëve, të formoj dhe edukoj aktivistë të rinj të përkushtuar të ndershëm intelektualisht e moralisht në shërbim të shoqërisë, të ndërtoj marrëdhënie të forta me publikun në vend dhe me partnerët ndërkombëtar. Kur këto 3 detyra përmbushen si duhet, ne ndihmojmë qeverisë të qeverisë më mirë dhe shoqërisë të ecë përpara. Vetëvendosja nuk ka nisur si rezultat i komoditetit politik. Lëvizja jonë ka lindur si një revoltë e nevojshme kundër një realiteti të pa drejt, të pa barabartë dhe të nënshtruar. Një ëndër që nuk ishte ratisje nga realiteti, por përballje me të. Një ëndër që nuk shërbeu si strehim, por si drejtim. Ne, gjenerat pas gjenerate, kemi ardhur në këtë organizat për të ndërtuar alternativa që burojnë nga parimet tona. Vetëvendosja nuk është thjesht organizat, është një bindje e thellë, është mënyrë jetese, është organizim përmes idealesh, organizim përmes aksionesh. Kemi kaluar sfida të mëdha, kemi njohur sakrifica e përballje të vështira që na kanë forcu, por kemi pasur edhe shumë suksese e fitore të mëdha. Angazhimi ynë i përbashkët në lëvizje na ka rritur secilin prej nesh si në mendim, ashtu edhe në përvojë, dhe së bashku e kemi rrit vetëvendosjen në subjektin më të madh politik në Kosovë. Dhe ajo që dua të adresoj qysh në fillim të kësaj fjale janë zgjedhjet lokale, sepse ato fillon ndryshimi konkret, aty matet drejtësia në jetën e përditshme. Kur flasim për zgjedhjet lokale, natyrshëm flasim për komunitetin. Komunitetin si bashkësi e njerëzve, por edhe si hapësirë ku ndërthuren jeta, puna, kujdesi dhe solidariteti. Komuniteti është trotuari ku ecëm me fëmijët tanë, parku ku shkojmë për të marrë frymë, rruga ku përshëndesim të njohurit dhe çdo hapësirë ku ndërveprojmë si qytetarë. Është infrastruktura që na rrethon, por edhe ndjesia që kemi për përkatësi dhe për kujdesin ndaj njëri tjetrit. Dhe më lejoni të them me bindje,
që kur jam bërë nën, e kam kuptuar edhe më thellë se qytetet dhe komunat tona nuk janë projektuar e as nuk po investohet në to sa duhet, duke pasur në mendje jetën e një familjeje. Le ta nisim këtë rrugtim drejt 12 tetorit me guximin që na ka karakterizuar gjithmonë dhe me maturin që e kërkon përfaqësimi i vërtet për këtë popull të mirë. Miru pafshim komun për komun ditët e javët në vjem, e tash më herët ftoheshim një nga një, unë po ju ftoj të gjithve në këtë koktej në ambient të këndshëm këtu në Pejen e Bukur. Faleminderit.